E falenderojmë të madhin Allah me falenderimet më të plota, më të sinqerta, siç meriton madhështia e tij të falenderohet. Zot, ty të qofshim falja Allah për çdo mirësi e për çdo begati që fale dhe dhurove. Na i shtot mirat e tua, ja Rabbi, ti je ai i cili dhuron mirësi e begati pafund. Orientoj zemrat tona, orientoj shpirtrat tanë, ja Allah, për në rrugën tënde për tek më e mira. Ti je udhëzuesi dhe orientuesi, atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë, kush mund ta devijojë nga rruga jote? Subhanallahil azim. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti është vetëm i vërteti, Allahu xhelle shanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi njeri, më i miri profet, atij, familjes ti, shokëve ti. Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin, ja Allah, me shumë shpirt e me zemër rrugën e bukur sa të ketë jetë, ja Allah, në këtë dynja. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, jemi në fillim viti me kalendarin cilin neve hecim ose bazohemi. Dhe hutbën e fundit të vitit që shkoi tham që duhet të jetë analizë për gjithë secilin prej nesh, një vit që mbyllet nga jeta jote. A kemi evoluar ose a kemi bërë hapa përpara për tek e mira? A jemi tërheq nga e keqja? A kemi ngrit veten shpirtërisht me u afru për tek Allahu xhelle shanuhu? A jemi mundu neve që të bëhemi më të mirë gjatë një viti të tërë? E tani nisim një vit tjetër duke lënë paspra një numër nga jeta jonë. E gjithë jeta e robit, gjithë vitet, gjithë muajt, javët janë begati e madhe për Allahu xhelle shanuhu, amanet i madh që Zoti na i fali jo më kot, por që ne ti zbukurojmë dhe ti stolisim me vepra të mira e të bukura. E nesër kur dalim para Allahu xhelle shanuhu, përveç që jetën e bëjmë më të bukur, duke u sjell mirë dhe duke qenë dobishëm për njëri tjetrin, duke qenë të drejtë dhe korrekt me njëri tjetrin, përveç asaj duke hecë me frymën e besimit edhe me frymën e mirësisë që fal shpallja Allahu xhelle shanuhu dhe rruga e profetit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, nesër do dalim faqebar përpara Allahu xhelle shanuhu. Një vit i ri filloi. E padyshim neve duhet kemi parasysh disa gjëra dhe unë sot shfrytëzoj hutbën time ose fjalën time për 3-4 porosi të cilat mendoj se janë shumë të rëndësishme t'i kemi për parasysh dhe gjatë gjithë jetës tonë, po edhe gjatë gjithë këtij viti. E para fare, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, Allahu xhelle shanuhu është më i madh i falës. Allahu xhelle shanuhu është më i madh i falës. Mëshira e tij edhe falja e tij përfshiu gjithçka. Mos harro kur, sido që të vinë rrethanat, sido që të vijë jeta, sido që të vinë situatat, më i madh i falës, më i madh i bujar është Allahu xhelle shanuhu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju rob të mi, thuaj, o ju rob të mi që e keni tepruar ndaj vetveteve t'juja me gjuna dhe me mëkate, kur mos e preni shpresën nga mëshira e Allahu xhelle shanuhu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allahu xhelle shanuhu është ai i cili fal të gjithë mëkatet dhe s'don me ditë. Subhanallah. Allahu xhelle shanuhu i fal të gjithë mëkatet. Prandaj sido që të vi situata, mos harro kur se derën e Zotit e ke hap. Mos harro kur se ke një derë të një bujari, pra jo është bujari më i madh dhe mëshiruesi më i madh, dhe mos u largo kur nga dera e tij, nga rruga e Zotit. Edhe nëse rëshket këmba për një moment, ktheu tek Allahu xhelle shanuhu, abandonoje të keqen, leje shejtanin e mallkum, mos bim pesimizëm, po bëu njeri i mirë inshallah, duke u bazuar dhe duke u kap ke mëshira e Allahu xhelle shanuhu, e cila nuk ka lënë askënd, e cila nuk ka prembes askënd, e cila nuk ka zhgënjy askënd. Allahu xhelle shanuhu është më i madh i falës. Kur i erdhi profetit alayhi salatu selam një burr i vjetër, e kemi treguar në hutbet tona, i cili ishte i vjetër në fundin e jetës së tij, derisa thuhet që këto ishin duke ia zënë pra shikimin, i kishin rënë mbi çepallat e syve, vetullat komplet i vareshin.
dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut", hyri pa leje midis njerëzve dhe pyeti: "E shqetësonte diçka?" Është njeri dha gjithë jetën e vet, tha, është mbuz varri tani, gjithë jetën e vet, tha, ka bëu keqe dhe ka bëu gjunafe, nuk kalon keqe pa provu. Do më u kthy Zotit me shpirt e me zemër, thotë, a ka falje për të. Imagjino njerëzit që dëgjonin, që ishin pranishëm, dikush edhe mund ta ketë para gjyku, tash u kujtu ky masi kaloi gjithë jetën, edhe bëri ç'bëri, tani u kujtu ky. Por mëshira e Allahu xhaleshanu nuk mat me parametrat tona. Allahu xhaleshanu që është më i madh i falës, Zoti xhelle xhelaluhu, ja ktheu përgjigjen me profetin e tij dhe i tha: "Po tha, edhe mëkatet më të rënda", tha, "edhe mëkatet më të rënda", dhe shkoi duke qenë dhe duke u gëzuar i personi. Gjithë se cili e ka hesapin me Allahun xhaleshanuhu, e luma i cili shpreson tek falja e Zotit, nuk është kur vonë më u kthy. Nuk është kur vonë më u kthy dhe më u pendu Zotit xhaleshanuhu, sido që të vinë situatat, mos e harro kur. Allahu xhaleshanuhu është më i madh i falës. E dyta, falni që t'ju falë Allahu xhaleshanuhu. Nuk është kollaj që të falësh dikënd i cili të ka prek edhe të ka cënu. Nuk është kollaj dikush që mundet edhe të ketë shqetësu. Mundet dikush edhe ta ketë marrë fytyrën masë me i vend. Dikush mundet që edhe të ka hyrë hak. Mundet dikush të ka bërë diçka që ty të kalon net pa gjumë. Mundet diçka të ka shqetësu nga dikush tjetër. E Allahu xhaleshanu thotë: "Wal kadhimin al ghaidh", dhe ata të cilët ndjenjën e hakmarrjes e shtypin vetvetet e tyre, wal afina anin nas, dhe ata të cilët i falin njerëzit, wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu xhaleshanu i don ata të cilët bëjnë mirë, ata që falin, edhe ata që tolerojnë. Nëse don që të falësh për Allahu xhaleshanu, fal. Nëse don që të tolerohesh për Allahu xhaleshanu, tolero. Nëse don të mëshirohesh për Allahu xhaleshanu, mëshiro. Nuk ka njeri pa gabime. Nuk ka njeri pa gabime, nuk ka njeri pa të meta, nuk ka njeri që nuk bën diçka pra. Dikush më shumë, dikush më pak, gjithë jemi gabimtar. E gjithë kemi nevojë që të na falë Allahu dhe të falim njëri tjetrin, nëse duam të jetojmë komunitet dhe të jetojmë me njëri tjetrin pra. Nëse do që të jetosh pa të ra njëri qaf, atëherë mblidh plaçkat dhe shko dikuj që nuk ke as i persone të jetosh vetëm, palesht është më mirë ashtu. Nuk ka lidhje. Neve Islami jon na tha që njeriu më i mirë është ai i cili jeton mes e njerëzve dhe i duron mundimet e tyre, pra fal dhe toleron me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Nëse nuk do të falim në njëri tjetrin, si pretendon që të fali Allahu xhaleshanuhu? Është e vështirë dhe akst shumë i madh, është diçka shumë me vlerë, prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu e vlerëson shumë, siç tregohet në hadith. Para Allahu xhaleshanu vjen një person ditën e gjykimit, e Allahu xhaleshanu i hap pamjet e xheneteve derisa mrekullohet, si kishte prit mendja, e kishte menduar se xheneti është i bukur, por jo kaq i bukur, sepse në atë xhenet pra Allahu xhaleshanu ka përgatitur me dorën e tij atë që syu se ka pa, veshi se ka dëgjuar dhe mendja kur nuk e imagjinon. E i thotë: "O Zoti im", thotë, "për kë e ke përgatitur këtë xhenet, për kë profet? Për kë njeri të mirë dhe të sinqert, për kë dëshmor o Allah?" Thot, kjo, thot Allahu xhaleshanuhu, është përgatit për atë cilin e fal vllajin e tij që i ka hyrë hak në dynja. I kujtohet që dikush e ka pas lënduar dhe dikush i ka pas hyrë hak. Thot Zot, thot, nëse unë e fal tani, thot, e fitoj në xhenetin, po thot Allahu xhaleshanuhu. Kish ngel peng vllai i tij vetëm se nuk e kish fal ky person pra. Imagjino, i thot Allahu xhaleshanu e bone halal mere, thot përdore shkoni të dy në xhenet. Edhe atë e pengote me hyrë në xhenet halalliku i vllai i tij. Po edhe ky e pengote me hyrë në xhenet falja Allahu xhaleshanu derisa të falte vllain e vet. Sa bukur i ka lidh Islami dhe feja këto gjëra. E ku janë ata të cilët i dëgjojnë tekstet edhe i fusin shpirt edhe në zemër, ata të cilët i implementojnë në jetë. Që përpara këtyre haditheve të bukura dhe këtyre teksteve fetare, veten tatë mos allogarisësh kur themi neve veja Allahun xhaleshanu të parin se s'ke për ngel kurri i fundit, po kjo pra është ta vesh Zotin të parin para unit tatë dhe para egos tatë, dhe vesh ato që kërkon Zoti xhaleshanu dhe profeti alayhi salatu wassalam në jetën tatë. Edhe mos rish duke e mendu veten, jo po se po e fala, jo po se po e tolerova, jo po se bona se të morin në përkom se të bëjnë kështu. Dëgjoj atë që thot Allahu xhaleshanu dhe profeti alayhi salatu wassalam, vallahi ka për të bëjë jeta shumë e bukur. E treta, kullu ummeti muafa illa al-mujahirun. I gjithë ummeti im, thot profeti alayhi salatu wassalam, do ta fitojnë faljen e Allahu xhaleshanu. Përveç atyre cilët mburren me mëkat, përveç atyre cilët e zbulojnë keqen, Zoti na ruaj.
Allahu na ruaj. Pra ka njerëz cilët mundohen të jenë në rregull me Allahun xhaleshanu dhe të bëjnë maksimumin. Ka njerëz ose ka besimtarë cilët duan me qenë devotshëm, garojnë për gadrat e devotshmërisë. Kush ngrihet më shumë, kush jep më shumë, kush bën më shumë adhurim, kush bën më shumë vepra të mira. Po ka edhe njerëz cilët mundohen me u largu nga e keqja, po ka edhe njerëz cilët e bëjnë të keqen. Po e fshehin atë. Po ka edhe njerëz cilët e bëjnë të keqen, por se ata e shfaqin atë dhe mburren me të keqen. Kjo është grada e fundit, subhanallahu. Të gjithë do t'i fali Allahu xhaleshanu dhe të gjithë do t'i përfshi falja edhe amnistia Allahu xhaleshanu përveç atyre cilët mburren me mëkat. I than, o i dërguari i Allahut, kush janë këto? Tha, është një person ose është ai njeri cili e bën thot keqen. Ja ka mbulu Allahu xhaleshanu me perden e vet. E del mëngjes edhe hapet midis njerëzve mburret, kanë bën mram kështu, e kanë bën mram ashtu, subhanallahu. Subhanallah. Qa do me bo me të keqen tate që mburësh para tjerve? A do me dhonë modelin e keq me ja bos prova atyre cilët nuk janë të e keqa me i tregu që kjo rruga jote është e cilat të nxjerrë dhe cilat të ngren? Ate do me i tregu njerëzve? Po muloje më, derisa ta ka mulu Allahu, muloje, o robi Allahut, muloje, subhanallah. Nuk jenë gjendje që ta lesh pak të muloje, mos jep shembullin e keq. Qa do me tregu me atë? Do me tregu që s'pyt për Zot, edhe s'pyt për regula, s'pyt për gjunafe edhe mëkate, se ti je i far buri apo je i far njeriu, subhanallah i ladhim. Mendjemësia madhe, kjo është. Atë vllahim, nëse ti ruhesh nga mëkati, kjo është gjëja më e madhe. Nëse ruhesh nga keqja, kjo është gjëja më e bukur. Ama nëse bi siç bëjmë të gjithë që nga një herë bëjmë gjunahe, Zoti na ruaj edhe Zoti na fal. Atëherë mos e ekspozo mëkatin. Ki turp të paktën prej Allahu xhaleshanu se do të të fali Zoti xhaleshanu. Mi moment do të reflektoj zemra, do ta lesh të keqen, inshallah do i kthehesh Allahu xhaleshanu. E mos e harro kurrë. Lut Allahun xhaleshanu të na falë, të na mëshirojë. Amin. Xhamati i nderuar, që ta mbyll fjalën time, është hadith shumë i bukur, është hadith i mrekullueshëm, duhet çdo besimtar ta ketë shpirt dhe ta ketë para syve. I kanë thënë profetit alayhi salatu wassalam kur ishin bashkë me sahabët, ndërkohë që po fliste i dërguari i Allahut dhe tha çdo person kur gdhin mëngjes është i shëndetshëm, e ka mirësinë, i ka të gjitha, e ka falë Allahu xhaleshanu shnetin dhe ka çdo gjë. Duhet që të ndihmoj, duhet të bëj një sadaka. Thanoi i dërguari i Allahut, e pyetën, po nëse nuk ka mundësi me ndihmu me bë sadaka, tha atëherë le të punoj, të marroj hallet e veta, gjithë nevojat e veta dhe pastaj çajt e pronta japi sadaka. I thot dikush tjetër, po nëse nuk ka mundësi që të proj diçka, atëherë tha profeti alayhi salatu sallam, ndihmoj me mund fizik, ndihmoj me mund fizik tjetrin. Diçka ta kapi, ta ndihmoj, ta bëj. Pra të kontribojmë me njëri tjetrin neve sa të mundemi, t'japi shembullin e mirë. E nëse i dërguari i Allahut thot dikush, nuk mundet as me mund fizik, thot atëherë thot le thot fjalën e mirë. O besimtar, o vëllezër dhe motra, që neve shife vin gradët duke zbrit dhe neve ku e gjejmë veten, a e gjejmë te në një nga këto gradët apo jemi ke gradët e fundit duke shku për fund fare? Le të thot fjalën e mirë, mos t'i dhemi goja dikujt me thoni fjalë të mirë, mos ta nxjerrit keqen para se të nxjerrit mirën. Subhanallahu, sa kollaj është me e shlu fjalën e keqe, e me ja prish zemrën e me e turbullu tjetrin. E përveç që ti e thu fjalën e keqe dhe veten tate e ke mësuar që thush fjalën e keqe, ja prish zemrën edhe tjetrit, do me bëjë tjetrin të keq me zor, subhanallah. Kjo është tmerr. Atëherë thot le të thot fjalën e mirë. Thot o i dërguari i Allahut, thot njëri, edhe fjalën e mirë nuk e thot dot, subhanallah. Atëherë thot profeti alayhi salatu sallam, e fundit fare thot. E fundit fare, nëse nuk bë dot mirë, të paktën mos bëj keq. Nëse nuk bën dot mirë, mos bëj keq, mos e harroni o vëllezërit e mi, o motra muslimane, është shumë e madhe. Është porosi shumë e bukur edhe mrekullueshme nga profeti alayhi salatu sallam. Siç është xheneti me grada, edhe veprat janë me grada, dikush do me arrit gradën më të lartë, dikush nuk dëshiron, po të paktën mos shkon në xhenem. Të paktën mos u bëj keq. Nuk do me bo mirë, rrite minimumit të paktën, po jo me bo keq, subhanallah i ladhin. Gjithë ky Kur'an famlar, gjithë ky profet, subhanallah, gjithë porosi dhe gjithë kjo fe e bukur, dhe të shkosh ke funit, bësh njeri i keq me zon, vallaj. Ç'a na bëri neve dallim nga ata cilët nuk besojnë? A dini një hadith të bukur që e thot profeti alayhi salatu wassalam? E thot, në ditën e gjykimit,
kur disa besimtarë do të futen në xhehenem, do vinë ata cilët nuk kanë besu, edhe do thonë mirë neve që s'kemi njoh rrugën e Zotit kurrë. Mirë neve që se kemi adhuruar në jera Allahun xhaleshanu, po juve çdoni këtu në xhehenem. Qa ju bon juve dobi, namazi edhe besimi që kishit në Allahun xhaleshanu, që jeni këtu bashkë me në xhenem, që jeni këtu bashkë duke vujt dënimin me ne, subhanallah. Sepse e ka fal namazin, po ama i ka hyn hak gjithë dynjas. Sepse mund ta ketë majtë Ramazanin, po s'ka lon llaft keq pa shpife pa bo për dikën. Sepse mund të thënë unë jam besimtar, besoj Allahun, po nga ana tjetër ka përvetësu hakun e tjetrit, po nga ana tjetër nuk i ka dhënë hakun familjes vet, po nga ana tjetër ka hyrë hak bashortes, ose i ka hyrë hak komshiut, ose ka subhanallahu iladhin. Kur ka bë biznes, ortakun e ka fshi. E kur thonë, ç'të bëni dobi kur ti thu unë kam hap zemrën për Allahun, për profetin, për Kur'anin, të nga ana tjetër sillesh me sjelljen e xahilave, Zoti na ruaj, atyre të cilët nuk kanë fare informacion dhe orientim nga Allahu xhaleshanu. Prandaj 4 gjëra. E para, falja e Allahu xhaleshanu është më e madhja, përfshin gjithçka, mos e harro kurrë, mos e humb shpresën. E dyta, nëse doni që t'ju falë Allahu xhaleshanu, falni dhe toleroni. E treta, nëse ndodh që bën gjuna ose mëkat, mos u mburr me mëkatin, se nuk është një gjë e bukur më u mburr me mëkatin. Dhe e fundit, nëse nuk bën dot mirë për tjerë, të paktën mos bëj keq, subhanallah. Pasha Allahun po t'i majmë, më e bukur ka për të bëjë jeta jonë me lejen e Allahu xhaleshanu. E lusë Allahun xhaleshanu të na falë, të na mëshirojë. O Allah, ty të lutem ya Rabb. O Zot, na jep sukses tek e mira. O Allah, orientoj zemrat tona dhe shpirtrat tan, ya Allah, për tek porositë tuaja, për tek e bukura, tek imani, ya Allah. O Zot, ty të lutem, ya Allah, na bëj ne që t'i bëhemi krah të vërtetës edhe atyre të cilët ju bëhen padrejti, ya Allah, dhe kur mos bëhemi me të padrejtët, o Zot. O Zot, na tregon të vërtetën, dhe na mundson ndjekjen dhe pasimin e saj. Dhe na tregon të kotën, ya Allah, na bind me te, ya Allah, dhe na bëj ta shmangim atë maksimalisht, o Zot. O Zot, ty të lutemi ata të cilët kanë hallë dhe siklete, ya Allah, lehtësoja. O Zot, sidomos në këto ditë vështira, ya Allah, që për mbytjet i kanë rëndu shumë njerëz dhe shumë familjarë në disa qytete të Shqipërisë. O Allah, bëu krah për ta, ya Allah, dhe bëu ndihmëse dhe suport për ta. O Zot, lehtësoja. Ata cilët kanë pas fatkeqësi, o Zot, lehtësoja. O Allah, ti ai i cili ke në dorë gjithçka. O Zot, ty të lutemi, ya Allah, na falne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah.